Sot në Kosovë, si gjithmonë, zgjedhjet trajtohen dhe janë fest. Ditë e mirë, mëngjes e mirë, le të shpresojmë se do të jetë dhe një proces i mbarë i mirë, siç ka ditur gjithherë populli i Kosovës të sillet në procese zgjedhore. Pra, sot është dita kur vendimarrja kthehet qytetarit sovranit, siç duhet të jetë gjithherë, dhe kështu vendoset fati i qyteteve tona, komunave tona për 4 vite të ardhshme. Jam i lumtur për nivelin demokratik që së shoqëria tregojmë gjithherë në procese zgjedhore. Disa çështje shpeshherë po i marrim si të mirëqena, por më besoni se në standardet e Ballkanit Perëndimor, besallet e Evropës, mënyra se si organizojmë zgjedhjet, si dalim në mënyrë festive, si pranojmë rezultatet, e si e trajtojmë procesin zgjedhor është mrekulli e veçantë demokratike, me cilën populli i Kosovës duhet të krenohet dhe për cilën e uroj. Duam veçanërisht sot të uroj të gjithë komisionerët, vëzhguesit, prokurorin, policinë e Kosovës që kujdesen që ky proces të jetë i mbarë dhe i mirë. Dua t'ju falenderoj juve, mediave që vazhdimisht i jepni dritaret informimit qytetarëve të Kosovës, po e themi fest është sot, fest do të jetë data e 9 nëntorit edhe sonte, në mbrëmje kur të përfundon procesi. Deri në këtë orë do të thonë nuk ka ndonjë ankesë për procesin? Jo, nuk kemi asnjë ankesë, vëzhguesit dhe komisionerët tanë janë gjithë andej Kosovës, edhe në komunat ku jemi në garë. Pra, LDK-ja e trajton me kujdes procesin zgjedhor, sepse beson në demokraci, beson në vendimarrje të lirë, prandaj jam i bindur se gjithçka do shkojë mbarë mirë, le të sillemi si duhet, le të punojmë secili në rrugën tonë të mbarë të mirë, për të tjera do të vendosë qytetari i Republikës Kosovës. Kur presim që ta marrim vesh nëse do të votojmë sërish këtë vit ose a jetu fol për zgjedhje nacionale? Tani besoj që me njëherë nga dita nesërme do të kthejmë fokusin tek zgjedhjet nacionale. Pritet tashmë janë se në fund të dhjetorit do të kemi festën e ardhshme zgjedhore dhe vendimarrjen demokratike në Republikën e Kosovës. Ju faleminderit gjithë dhe një herë e punë të mbarë sot. Faleminderit.